që detyrimisht është përkthyer në votues? Jo, nuk do të thot, por mënyra se si bëhen tani fushatat elektorale ka ndryshuar tërësisht. Ne jetojmë në epokën digjitale, ndoshta kur flasim për Shqipërinë mund të jemi shumë vite më mbrapa se çfarë ndodh në botë me social media, dhe mënyra se si ne bëjmë fushat elektorale, ato që përmendëm më lart që ka ndryshuar tërësisht, tashmë ka humbur edhe interesi për të bërë fushat në media më të mëdha. Pse? Sepse aksesi që ka ardhur nga interneti, aksesi që ka ardhur nga gjitha platformat e digital media, ty të bën të jesh më afër votuesit tënd dhe të shkosh më afër publikut që ti do. Sot, nëpërmjet platformave si Facebook, TikTok, Instagram e tjerë, secili kandidat, me që jemi në pjesën e partive politike, ka faqet e veta zyrtare, të cilat i përdor në interesit e tij për të thithur target grupin që ai do. Dhe normalisht angazhimi nuk është më si më përpara. Nëse më përpara fushatat politike përqendroheshin vetëm tek partia, tani fushatat politike përqendrohen tek individi. Po ta vesh re në këto fushat nuk kam fushat madhore për partinë dhe përgjithësuese, po ka fushata individualiste. Çdo kandidat ka grupin dhe ekipin e vet, të cilin e ndihmon për të patur një performancë imazh sa më të mirë në publik.